projekte për sigurinë, prodhimin e energjisë së pastër për ambientet shkollore dhe zhvillimin e agroturizmit në zonat malore të vendit. Këto janë disa nga idetë inovative të krijuara nga nxënësit e shkollave të mesme në veri të Shqipërisë. Të rinjt i prezantuan punimet e tyre në një aktivitet organizuar në Tiranë, duke dëshmuar talentin dhe kreativitetin e tyre në fushën e teknologjisë. Duke qenë se sot po ndodhin shumë aksidente dhe ne kemi menduar që me anë të mikrobitit ta zhvendosim këtë problem dhe të mos të implementohet ky problem, atëherë do na është dashur një muaj kohë për të kryer këto me anë të mikrobiteve. Fillimisht kemi monitorimin e temperaturës në ambientet e brendshme të shkollës, i cili na tregon me anë të gjyrave në qoftë se do të kemi në temperaturë të ulët, do të na ndiset gjyra e gjelbër, në qoftë se do të kemi në temperaturë normale, do të na ndiset gjyra e verdhë, dhe në qoftë se do të kemi në temperaturë të lartë, do të na ndiset drita e kuqe. Pastaj kemi sistemin alarm për duhanin, sidomos për tymin e duhanit, duke qenë se numri i adoleshentëve që pinë duhan po vjen gjithnjë në rritje dhe pse është rreptësisht e ndaluar, ata prirën të mundohen ta pinë fshehurazi dhe me anë të sistemit të alarmit kemi bërë alarmin për duhanin. Ne kemi menduar që ta realizojmë duke bërë një efekt real të qëndrueshëm në sektorin e turizmit, duke ruajtur vlerat tona kulturore. Realizimi i këtyre projekteve u bë i mundur falë përdorimit të pajisjeve mikrobit, një mikrokontrollues edukativ i krijuar për të ndihmuar fëmijët dhe fillestarët të mësojnë programimin dhe elektronikën në mënyrë argëtuese e interaktive. Përmes këtyre teknologjive, nxënësit jo vetëm që zhvillojnë aftësitë e tyre në kodim, por edhe ndërtojnë një bazë të fortë për karrierën e tyre në fushën e inovacionit dhe teknologjisë. Po, ky gjithashtu është një nga synimet kryesore që arrin projekti jonë, që të vendosë edhe normalisht që synon të kap. Është një nga gjërat, edhe bën mirë që pyete për shkak se një nga gjërat kryesore të projektit është edhe improvizimi i teknikave praktike në lidhje me teknologji, por gjithashtu edhe energjisë ekologjike, burimeve natyrore siç kemi të bëjmë me erën. Normalisht që improvizimi i këtyre teknikave dhe praktikave të rinisë në pjesën e teknologjisë është më së domosdoshme dhe normalisht që hap një lloj krau shumë të gjerë pune dhe qëndrueshmërie në Shqipëri. Ka nga ata që kanë dëshirë të largohen dhe të përdorin emigracionin si faktor, ka nga ata që shohin të drejtë të qëndrojnë në Shqipëri. Shumica janë për të larguar nga Shqipëria, por nëse ato rrinë këtu kanë mundësi punësimi sa të duan dhe nëse ato shkollohen dhe ndjekin ëndrat e tyre, normal që do jetë jetesa e mirë edhe këtu. Në këtë aktivitet morën pjesë 16 shkolla të mesme nga Kuksi, Mati, Bulqisa, Dibra dhe Tropoja, të cilat janë ngritur në mbështetjen financiare të qeverisë britanike. Ky program synon të fuqizojë të rinj duke i pajisur me aftësi të reja që mund të ndihmojnë për një të ardhmen më të sigurt dhe më të suksesshme.